Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit të botëve. Ndërsa përshëndetje dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe besimtarët e tij. Të nderuar besimdrejt. Në këta pak minuta do të mundohem të trajtojmë një temë e cila do të duhej të prekte zemrën e secilit agjërues, nga se është themeli I agjërimit, e këtë kem të bëjmë me durimin. Në qoftë se ne arrim të durojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, të ndalemi nga ngrënia dhe pija, atëherë ne do ta ushtrojmë veten që t'i themi tekeve tona ndal, ndërsa t'i hapim rrugë adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu I madhërisëm në Kur'anin famëlart na drejtohet duke na thënë: Ja eyyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. O besimtar, kërkoni ndihmë me sabër dhe namaz. Me të vërtetë, Allahu është me durimtarët. Gjatë agjërimit, ne përballemi me sprova të ndryshme të jetës, por në qoftë se ne me durim të bukur dhe në shpresë në Allahun azza wa jall, qëndrojmë në atë për cilën na ka mësuar dhe thret Allahu subhanahu wa taala, ne do të jemi fitimtar të betejave të cilat na I mëson dhe na I ushtron vetëm agjërimi. Agjërimi është një shkollë, një akademi e cila përveç që na ngrit vetdijen njerëzore dhe na lartëson tek Allahu azza wa jall, agjërimi na mëson se si të mbrohemi dhe si të përgjigjemi ndaj atyre të cilët nuk ju takon të na ngasmojnë apo të na atakojnë. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi është mburoj e pastaj vazhdoi, nëse dikush e ngacmon, e fyen apo e përçmon agjëruesin, le të përgjigjet: unë jam agjërueshëm. Kjo në asnjë rrethon nuk nënkupton dobësi, por është maturi dhe ngritje e vetdijes tek Allahu subhanahu wa taala. Shembullin më të mirë na jep Allahu subhanahu wa taala, I cili me histori të cilat na I përshuan në Kur'anin famëlart, me më të dashët e tij, pejgamberet e tij, dhe ne do të veçojmë pak historinë e Ejubit alayhis salam, ku Allahu I madhërisëm na drejtohet duke na thënë: ne e gjetëm atë durimtar, sa rob I mirë ishte ai, vazhdimisht I kthehej Allahut subhanahu wa taala. Dhe arma më e bukur e të dërguarve të dashur të Allahut azza wa jall ishte durimi, nga se të gjithë pejgamberët u sprovuan, e në veçanti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por ata asnjëherë as nuk u legën, e as nuk u dobësuan, e as nuk u larguan nga Allahu subhanahu wa taala. Pikrisht me këtë cilësi dhe me këtë veti që e don Allahu subhanahu wa taala, dhe është një nga vetit më të bukura dhe më të dashura tek Allahu azza wa jall durimin, Allahu I lartë madhërisëm, Zoti I botëve, e ka dhënë një premtim, e ai në Kur'anin famëlart na thot: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu subhanahu wa taala na drejtohet duke thënë: durimtarve u jepet shpërblimi I tyre pa hesab. Nuk ka kufi, nuk ka kalkulator, nuk ka numra të cilët llogaritën për të llogaritur shpërblimin që jep Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e madhërisëm që të na mundsoj të jemi prej atyre të cilët me të vërtetë jemi prej durimtarve. Këtë muaj e shfrytëzojmë që ta ngrisim shkallën e durimit, të jemi prej atyre të cilët e arrim kënaqësinë e Zotit subhanahu wa taala dhe jemi prej atyre të cilët I nënshtrohen urdhave të tij. Elusim Zotin e madhërisëm që të na bëjë prej durimtarve, të na bëjë prej atyre të cilët agjërimin e kryejnë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me sinqeritet të plotë, dhe të na bëjë prej atyre të cilët e arrin shpërblimin e pakufishëm
që ka premtuar Allahu i Madhreshëm. Allahu ju bekoft dhe na pranoft agjërimin.